Kryetar, me qënë se këto fjalët janë normë dhe rregullorja nuk po respektohet, madje ky kryetari non grata i Partisë Demokratike sapo tha që është një gjuhë popullore për njerëzit e të na kuptojnë, e me qënë se na përmendi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojturja Kontrolloni fjalorin. Po pra. Zoti Hoxha. Zoti Ervin Hoxha e ka fjalën. I nderuar kryetar i parlamentit. Në fakt, si ish oficer i policisë shtetit në kohën kur kryetari i opozitës ka qenë kryeministër, dua të them diçka në lidhje me protestat që janë zhvilluar në ditët e fundit. Në fakt kemi 40 punonjës policie të plagosur për vetëm faktin e 2 protestave të fundit. Më lejoni të flas dhe do të sqaroj dhe ti do mbete shumë i kënaqur nga sqarimi im. Tani, opozita ka 2 ditë që thot Renea, forcat speciale, erdhën, na rahën, na goditën, po pse mo jeta e një punonjësi policie që nga më me pak vlerë se jeta e deputetit? E treta, në kohën kur kryeministri ose sot kryetari i opozitës ishte kryeministër, policinë e shtetit e drejtonin volejbolist. Volejbolist. Instruktor volejbolli. E kam shumë të sinqert të që po të them, e kam përjetuar. Tani, çfarë ka opozita me policinë e shtetit se unë se kuptoj? Është komplet brenda sferës kushtetuese.